Përshëndetje miq, vazhdojmë me reagimin e rrallës. Atëherë, sot duhet ndalen pak te Dua Lipa. Dhe te koncertet. Po pse te Dua? Po kam patur edhe shumë mesazhe, jo po Dua ka dalë me Lea Ypin, pro protestave kundër Ramës, jo po vendosi para pak ditësh një pelikan të madh kashorrela te Sunny Hill e shumë gjëra tjera. Para se të gjithash, para se fillojmë me elaborimin e radhës, unë mendoj që kjo mendësia jonë të fshatareske, militanteske, është shumë e prapambetur. Nuk mendoj që kush flet tash pro protestet, hajde o burrat i bim gjithë. Ose kush është pro investime, siç jemi ne, hajde o burrat na bin këto të tjerët. Jo, duhet të mësojmë edhe me mendimin kundër. Paktën aty ku ka shqetësime reale, duhet të dëgjojmë njerëzit, edhe njëri tjetrin duhet ta dëgjojmë. Dua Lipa bën pjesë e kategoria e njerëzve, mendoj unë që as nuk ka fare interes me protestën. Thjesht mendoj që ajo, duke patur para disa vitesh një të dashur palestinez, mendoj që duke mbështetur protestën, po i bie Trumpit. Domethënë, është kundër investimit të Trumpit dhe Kushnerit në Sazan, sepse gjithmonë e ka mbështetur popullin e Palestinës. Siç e mbështet pjesa më e madhe e shqiptarëve të Kosovës, edhe një pjesë e shqiptarëve të Shqipërisë. Po unë mendoj që nuk do të jemi kaq naif, sepse autoriteti palestinez sot e kësaj dite shtetin e Kosovës e konsideron pjesë të Serbisë. Kështu që në aspektin politik ne s'duhet kemi lidhje fare me këtë, s'duhet i mbështesim fare. Në aspektin njerëzor jam dakord, duhet i mbështesim. Aq sa mundemi. Po jo në aspektin politik, kur ato sot e kësaj dite dalin hapur dhe thonë që Kosova është pjesë e Serbisë, autoriteti palestinez domethënë. Kështu që në këtë kontekst Dua, si shumica e shqiptarëve, mendojnë që duke mbështetur protestat dhe protestuesit, po do ndaloj Trumpin në Sazan, sepse Trumpi mbështet Izraelin për t'i ra Palestinës. Kaq është historia e Duas. Por Dua, si një artiste e nderuar, nuk e din që kjo protest, këta protestues që kanë ngel sot në shesh, kanë një ndikim nga jashtë, janë të kapur Dua. Kur nuk arritën të bëhen një forcë institucionale, edhe nuk duan dhe s'kan për të bërë kur. Edhe përpasoj Dua nuk mund t'jenë një forcë shtetformuese. Këtë Dua nuk ka nga të di. Sepse të merresh me politika ka hëngër koka shumë të zgjuara. E jo më duan që Dua do të rri aty te fusha vet, mendoj. Aty ku ajo di të bëj magjinë vet, te arti, aty të na bëj gjithë krenar. Për këtë Dua meriton respekte maksimale. Por ne duhet i qerim maskën hileqarëve. Dua s'është një nga ata. Hileqarët janë kjo, tjetra Spirolapi, si e ka kjo, se i ngatroi dhe emrin. Kjo që dikur Ramën e bëri, jo para pak kohësh, e bëri Skënderbe. Dhe gjithë ishin ore, çfarë po bën ke lut mensh? Si mund ta bësh Ramën Skënderbe? Është Skënderbe, thoshte kalu Skënderbeun. Sepse i leverdiste Spirolapit, se kishte poste të larta shtetërore në sajt Ramës. Moment që i iku interesi, ai do burra tash se Rama s'dika se ç'a boka, se pas ka berin fare, duhet të reformoj partinë se që ka budalla. Kjo që e bëri dje për dje, domethënë e bëri Skënderbe, sot po e bën të paaft. Apo kjo tjetra, kjo malsoria e neonit, i quajmë kësa, ç'është kjo më valla? Nga mbiu kjo më burr. O Rame, se ti e madhe veten si qytetar dhe je qytetar, po si nga i gjen këto më? Nga i gjen këto më? Në fund dinjos ku ha pula gur. Si më risjell to nga anës, nga skajet më ekstreme të ignorancës shqiptare, i sjell mes Tiranës, i bën dhe deputete, dominojnë pastaj diskursin politik dhe publik, dhe për natë në çdo media, po s'të falet kjo ty, o Rame, edhe mirë ta bëjnë ty, që sjell këto laraska, pa pik vlere, një katonaria në mes qytetit, bajga kaluar bajgave, tur për ty Ram, po ty mirë ta bëjnë. Këto janë ata të cilët ne duhet i qerim maskën, sepse këta presin të hipin te kali i pushtetit të rrallës, jo Dua. Dakord? Kurse sa për koncertet, ta kuptoni sa të rëndësishme janë koncertet. A e pat fundjavën e kaluar, Sunny Hill Festival Kosovë, Nami, Dua Lipa, Katy Perry, ishin edhe 3-4 këngëtar me farmë ndërkombëtare, s'po kujtohen emrat tash. Një super sukses. Super sukses.
me mira turistë nga gjithë anët e botës. Po Maqedonia nga ana tjetër, me Rita Orën, super eveniment. Kurse ne dalim kundër koncerteve, kundër investimeve, kupto sa mbrapsht jemi neve, sa nihilist jemi ne. Ore, bota lobon në mënyrë të tmerrshme për të thithur koncerte e turistë. Sepse koncertet janë një super magnet për thith lek, për cilë turistë huaj e vendës, që të shpenzojnë e të derdhin para në ekonomi. Se keni një mentalitet, një pjesë e juaj për të vurë duart në kokë. Se kur çdo lek këtu, çdo qindar shkon te xhepat e Ramës. Ç'është ignorantësh jeni ju më? Çdo lek këtu kudo e keni bërë Ramën kalu perëndin. Çdo lek që qarkullon në territorin e Republikës së Shqipërisë, ikin te xhepi i Ramës. Ç'a është kjo më? Rama ka problemet e veta. Dhe unë e kam theksuar që në ditët e parë protestës që Rama shpresoi t'i veri gishtin kokës për hir të rrugtimit të Bashkimit Evropian, sepse realisht është një politik e stërmalle për Shqipërinë. Është një politik shumë e madhe, strategjike dhe gjeopolitike. Dhe unë mendoj, siç e kam thënë në videot e para, që nëse Rama nuk reformon kabinetin e tij, paktën pjesën më të madhe të kabinetit, se ka disa njerëz që kanë vlera, Rama ka për të ngel klas. Është mendimi im. Ramës i duhet një ushtri intelektualesh të vërtet e njerëzish të aftë që ta çojnë përpara antarësimin e Shqipërisë në BE me sukses. Kaq, dhe nëse Rama këtë nuk realizon deri nga shtatori, mendoj që Rama, kjo atmosferë do jetë në pikpyetje me këto protestat në rrugë, domethënë, një atmosferë në pikpyetje për sa i përket, domethënë, perspektivës politike të Shqipërisë. Dhe unë mendoj që Rama duhet ta bëjë këtë, duhet ta rishpiki realisht veten e vet, po jo vetëm me fjalë, duhet ta rishpiki prej vërteti, dhe koha do ta tregojë nëse do ta bëjë apo jo. Sepse edhe po plaket i çik, duket sikur i ka rënë çik ato energjitë. Edhe njeriu sa më shumë plaket, ka çik vështirë me ndryshu. Pothuajse të pamundur. Por shikojmë, a do ta rishpiki apo jo veten e vet prej vërteti, sepse është një nevojë kombëtare. Është një nevojë në politikën kombëtare, në perspektivën që Rama vet i ka hapur vetes vet dhe vendit për ta marrë Shqipërinë nga këtu është për ta antarësuar në Bashkimin Evropian. Dakord? Ju përshëndes deri në reagimin e radhës.